Sa i përket propozimit të grupit parlamentar Partisë Demokratike për dhënien më njëhershëm të autorizimit, ne nuk ishim dakord me atë mënyrë se si ka ardhur, si është propozuar. Do të kemi një diskutim dhe e para një informim nga ana ime dhe antarëve të tjerë të Këshillit Mandati, sapo kolegu im Ulsi Manja të ketë hartuar plotësisht raportin në emrin e 5 sheston, sepse nuk pati dakordsi për të pasur një relator, do të kemi 2 relator. Zoti Manja do të hartoj raportin ton dhe ndërkohë që nga ana e tyre dhe 5 deputet do të raportojnë. Mirëmbrëma të gjithëve. Ky ishte qëndrimi që mbajti sot në orët e para të pasdites kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, zoti Tauland Balla, pas një mbledhjeje të gjatë të Këshillit të Imuniteteve dhe Mandateve, ku mor në shqyrtim kërkesa e prokurorisë të posaçme, SPAK-ut, për të lejuar arrestimin, për të marrë masën e sigurisë për numrin 2 të qeverisë, zonjën Belinda Balluku. Apo përpiqet të fitoj kohë Partia Socialiste, derisa të presionin ndërkombëtar të vijë duke u shtuar apo duke u fashitur dhe në varësi të tij të marrë një vendim përfundimtar deri në mbledhjen e ardhshme të Kuvendit, apo do të kemi një hapje të rrugë ndaj drejtësisë për të hetuar me të gjitha mjetet e mundshme procedurale zonjën Balluku. Gjithashtu, përse kemi këtë rezistencë nga Rama dhe Partia Socialiste, cili është duke mbrojtur zëvendësen e tij, ndërkohë që në rastet e tjera, kur për deputet të Partisë Socialiste nga Instituti i Akuzës është kërkuar heqja e imunitetit, përgjigjja ka qenë po e menjëhershme. Çfarë ka ndryshuar? Çfarë ka ndryshuar nga deklarata e Ramës, i cili rreth 5-6 vjet më parë thoshte që zyra Partia Socialiste nuk mund të jetë zyrë avokatie. Kush ka probleme me drejtësinë, ndërpret kontaktet me ne dhe shkon gjen avokat dhe mbron veten para drejtësisë. Përse kemi ardhur në këtë pikë, cili do jetë reagimi i opozitës dhe sa ndikon kjo në hetim, sepse për hir të vërtetës hetimet e SPAK-ut janë duke prodhuar politik më shumë se sa vetë Kuvendi, për këto do të flasim në emisionin e sotëm. Por e gjithë lutem të më lidh me kryesinë e Kuvendit, ku kemi kolegen Esiona Konomi. Esiona, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Në mbledhjen e sotme padyshim kishte 3 palë, ose le të themi 2 palë. Nga njëra ani ishte prokuroria e posaçme që kërkonte arrestimin e zonjës Balluku, e mbështetur me votat e përfaqësuesve të Partisë Demokratike, ndërsa nga ana tjetër ishin avokatët e zonjës Balluku dhe përfaqësuesit e Partisë Socialiste. Telegrafikisht, cilat ishin opsionet e secilës palë? Së pari do duhet të sjell pak nga atmosfera e pa transmetuar, po themi, asaj mbledhje, sepse sa më shumë orë kanë kaluar, aq më shumë detaja kemi mundur të mësojmë. Së pari, zonja Balluku ka sjell në atë mbledhje për të mbajtur shënim gjithçka, të vetët po aq sa kundërshtarët politik, motrën e saj, e cila është paraqitur aty si avokate e zonjës Balluku, dhe që personalisht ajo, pavarësisht se ka patur statusin e avokates, nuk e ka marrë fjalën në asnjë moment, por ka mbajtur shënim gjithçka që është thënë. Së dyti, sa i takon prokurorisë, ajo ka qartësuar edhe një herë sot se pse masa paraprake, pra masa e parë, pezullimet e tyre, nuk ka qenë vetëm një ndërprerje fare të vogël. Motra e zonjës Balluku vetëm ka mbajtur shënim, nuk ka folur fare. Jo, nuk ka thënë asgjë, ka mbajtur shënim gjithçka që është thënë nga prokurorët dhe nga deputetët, vetë ajo nuk ka thënë asgjë. Dhe duhet theksoj që ka qenë avokatja që ka përfaqësuar zonjën Balluku ose ka shoqëruar edhe kur ajo është marrë në pyetje nga SPAK-u. Qartë. Cilat janë elemente të reja, ose a ka pasur elemente të reja që ka paraqitur SPAK-u, ose fakte, ose prova, ose detaje që nuk janë bërë publike më përpara kur bëri kërkesën e parë për pezullimin e zonjës Balluku?
Ajo që blen të shënohet është që për herë të parë SPAK-u ka artikuluar se ka nevojë për hetimin e tij ta ketë zonjën Balluku të izoluar në arrest me burg. Pra kërkesa për arrestim është specifikuar sot që e kanë fjalën për arrest me burg dhe e kanë shpjeguar këtë. Kanë thënë që duam të mos ketë komunikim me askënd, sepse zonja Balluku ka emëruar njerëz të besuar të saj në pozicione kyçe në drejtori të rëndësishme të ministrisë së saj dhe nëse ajo është në arrest shtëpie ose thjesht në mas pezullimi, komunikim me të tjerët bën të mundur që ajo të prish hetimin. Sikundërse ka përmendur një element të ri të 2 vartëse të zonjës Balluku që janë kërcënuar pasi ajo ka marrë statusin e pandehur nga SPAK-u. Dhe kërcënimet sipas prokurorëve kanë ardhur në 2 forma. Së pari, kërcënim që kanë ardhur nga një kategori individësh të quajtur të fortët, që për cilët prokurorët kanë thënë që po hetojmë nëse janë grupi strukturuar kriminal, dhe kategoria e dytë kanë qenë zyrtar vartës të zonjës Balluku që kanë kërcënuar dëshmitarët me 2 forma, duke ju kujtuar ku punojnë familjarët e tyre, pra të që nga puna jo vetëm vartësia, po edhe familjarët e tyre, dhe mënyra e dytë duke ofruar para dëshmitarëve në mënyrë që të ndryshojnë dëshminë në raport me zonjën Balluku. Dhe elementi më përforcues ka qenë llogaria që ka bërë kreu i SPAK-u, duke ju thënë deputetëve se sot që flasim, zonja Balluku rrezikon 35 vite burg në total e veprave që ka kryer, ndërkohë që në kërkesën e parë të prokurorisë për pezullim, kur ishte vetëm 2 tendra të dyshuar që ajo kishte abuzuar, maksimumi dënimi mund të ishte 10 vite, ndërkohë që tani vepra është përsëritur të paktën 9 herë, ka thënë kreu i SPAK-ut, dhe kjo e bën dënimin e saj në maksimum 35 vite. Të lutem të saksojmë një gjë, sepse në kërkesën që ka paraqitur SPAK-u 2 muaj e gjysmë më parë, tek masa e sigurisë që paraqiti në kryesinë e kuvendit ishte arrest me burg ose arrest shtëpie. Nëse të kuptova sakt, pra nga kjo që the, sot e kanë përjashtuar masën e arrestit të shtëpisë. Pra, sot kanë kërkuar që idealisht për prokurorin masa e nevojshme, që ajo të mos prish hetimet dhe të mos intimidoj dëshmitarët, është që të jetë e izoluar në burg, pasi çdo masë më e butë do të linte zonjën Balluku të kishte mundësi të fliste me drejtorët e saj të rëndësishëm, të cilët po ashtu për llogaritë të saj mund të kryej veprimra që pengojnë të zbarret e vërteta apo vepra të tjera penale të jashtme me këtë. Por nëse më lejon, duhet të specifikoj edhe sjelljen fundore të Partisë Socialiste, e cila ka hezituar të mbajë një qëndrim të qartë. E kanë marrë fjalën, ka hezituar ta marrë Blet Çuçi fjalën, ka hezituar në fillim Tauland Balla, ka mbajtur një fjalë të paqartë sipas opozitës Ulsi Manja, i cili ka thënë që nuk u bindëm nga prokuroria pse masa e pezullimit nuk është e mjaftueshme, ndërkohë që në përfundim Tauland Balla gjithashtu tha që do të vendos grupi parlamentar. Megjithëse do të shkojmë në versionin e Olta Xhaçkës, ku PS-ja hezitoi të mbajë një qendrim publik të orientuar që ne jemi kundër arrestimit, duke lënë që po themi të paktën në parim të votohet me bindje të brendshme të deputetëve. Qartë. Po ke arritur të mësosh se kush janë dëshmitarët që janë kërcënuar, janë intimiduar nga të fortët dhe nga administratorë të lartë? Zbuluar identiteti tyre. 2 varësa të Ministrisë së Infrastrukturës, jo, nuk është bërë publik, janë 2 funksionare, prokurori Prençi ka specifikuar çfarë role ta kryejnë, madje ka lexuar dhe një transkript të një përgjigje telefonik ku kërcënohej zyrtarja në fjalë, duke i thënë që babait punon këtu, vllai këtu, nëna këtu, mendo, jo vetëm për vete, por mendo edhe për ata, ose hap gojën edhe ta zgjidhim këtë punë. Pra, prokurori ka vënë në dispozicion deputet një transkript të këtij komunikimi shantazhues sipas prokurorëve, por që opozita, që këta do ishte më interesuar, nuk e ka ndarë në publik duke ruajtur sekretin hetimor. Por po konfirmon nga dyja palët që prokurorët kanë përmendur specifikisht 2 zyrtarë të ministrisë, duke përmendur inicialet e tyre dhe postet që mbajnë apo që kanë mbajtur për tenderat, por pa lënë të qartë, po themi, emrin e tyre për shkak të hetimit. Rama ka komunikuar me antarët socialistë të Këshillit? Apo nuk e dim? Tani, unë nuk mund ta konfirmoj zyrtarisht, kryeministri ka qenë në mëngjes në vilën qeveritare, që është përballë hyrjes kuvendit, nda vetëm një rrugë. Është normale që ai të bëjë takim me njerëzit e tij të ngushtë të grupit parlamentar.
Po, dhe ka bërë gjithmonë takime të rëndësishme të hënës edhe kur nuk ka ngjarje të rëndësishme, me gjas duhet këtë patur edhe sot komunikim, por ajo që kuptohet është që Partia Socialiste sot nuk dëshiron t'i vënë me zë figurë fytyrën mbrojtjes së zonjës Balluku, duke lënë që kjo të rrjedh e të ndodhë si një gjë aksidentale nga bindja e brendshme e deputetëve, pa thënë që ne jemi kundër. Po ta dëgjoni Tauland Ballën, tha, nuk tha jemi kundër prokurorisë, po tha jemi kundër variantin të PD-s. Kur varianti i PD-s në fakt përputhet me variantin e prokurorisë, kërkojnë arrestim të menjëhershëm. Burimet e mia thonë donë që menjëherë pas mbledhjes, madje donë ka provokuar për shpejtimin e përfundimit të mbledhjes, Tauland Balla dhe është nisur me urgjencë drejt Brukselit, ndoshta për këtë çështje. Në çfarë niveli është trysnia ndërkombëtare? Ai është nisur në Bruksel, por në dijenin time ka një agent të parashikuar më herët që nuk ka të bëjë me këtë rast, po në çdo rast kur Brukseli ka një mesazh për t'i komunikuar qeverisë socialiste, ndoshta nuk zgjedh Tauland Ballën se kanë patur Edi Rama në Bruksel para pak ditë zyrtarët më të lartë të BE-s, ndërkohë që vetë, po themi, kryetari i Komisionit Politikës Jashtme, me kallëser pak ditë më parë quhet të një test kritik për Shqipërinë. Pra nëse kanë patur diçka për të thënë Edi Ramës, ja kanë thënë vetë, nuk besoj që kanë thirrur Tauland Ballën për të thënë diçka të re sot. Në dijenin time është një vizitë planifikuar më herët. Okej, Esionat, falenderoj shumë. Faleminderit. Rikthehemi në studio, ju prezantoj panelin e të ftuarve që kam sot. E nisim me Arlin Qorin, e Lëvizjes Bashk, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Me juristin Edmond Petraj, mirëmbrëma, dhe me kolegët Zyliftar Bregu e Poli Hoxha. Koleg, mirëmbrëma, kënaqësi që ju kam në studio. Ndërkohë përmes Skype-it do jetë një jurist tjetër i njohur, zoti Arber Hoxha. Mirëmbrëma, zoti Hoxha. Përshëndetje, faleminderit, kënaqësi. Një pyetje për ju, me akuzat që ka paraqitur Spaku, është e vërtet që rrezikon 35 vjet burg, apo është interpretimi i gabuar? Drejtuesi i prokurorisë së posaçme, patjetër që në maksimum është shprehur zoti Bravo, rrezikon deri në 35 vite burg. Megjithatë, unë nuk besoj që është e udhës të flasim për se sa burg rrezikon një njeri, për aq kohë sa kemi të bëjmë me një dyshim të arsyeshëm për një pjesë të jeshtë të komunikuar akuza, dhe sot pranë Këshillit të Mandateve dhe Imuniteteve, unë besoj që sipas neni 73 të Kushtetutës nuk bëhet fjalë që Këshilli i Mandateve dhe më pas në seancë plenare do të jepet faqësia zonjës Balluku, bëhet fjalë që do të jepet autorizimi. Dhe ky autorizim në vetvete nuk kupton që Këshilli i Mandateve duhet të shikonte atë që quhet fumus persecutionis, pra a ka rrezik që prokuroria e posaçme këtë çështje ta ketë nisur mbi baza politike apo vetëm mbi bazën e dyshimit të arsyeshëm të bazuar. Ato që kanë janë bërë publike deri tani, cili është perceptimi yt? Qëndrojnë akuzat? Unë besoj që prokuroria e posaçme nuk ka asnjë gjë personale apo politike as kundër zonjës Balluku, as kundër zotit Ahmete apo të gjithë personave të tjerë të cilët kanë qenë të dyshuar dhe më pas janë marrë edhe në përgjegjësi penale. Nëse qëndrojnë akuzat apo jo, këtë nuk mund ta them as unë nga një studio televiziv apo nga një zyre e caktuar, për aq kohë sa dienia është publike, dhe sigurisht që atë do ta thotë gjykata dhe jo automatikisht dhënia e autorizimit nuk kupton arrestimin e menjëhershëm. Sigurisht që do të kaloj filtrin e gjykatës posaçme dhe më pas është gjykata ajo që do të vendosë. Unë e dëgjova me vëmendje pyetjen, dhe pyetja ishte tepër interesante edhe në raport me gazetarën, me Esionën, dhe nga momenti që prokuroria e posaçme ka kërkuar fillimisht dhënien e autorizimit për arrest shtëpie ose arrest në burg dhe kontrollin personal dhe kontrollin e banesës, nga ai moment deri më sot ka kaluar shumë kohë dhe ka rrjedhur shumë ujë, dhe në këto kushte besoj që zonja Balluku me veprime aktive, të paktën sipas drejtuesit të prokurorisë së posaçme, ka kryer veprime aktive për të intimiduar dëshmitarët, për të prishur provat apo edhe për të vendosur në rrezik marrjen e tyre. Në këto kushte prokurorisë tani më ja ka bërë, le të themi, të lehtë
punën edhe veprimtaria që pretendohet që ka bërë zonja Balluku dhe sigurisht që kërkohet masa ekstreme ajo e arrestit me burg. Pra për të dhënë përgjigje pyetjes tuaj, patjetër që në maksimum jo për aq kohë sa e thot zoti Brau, por sigurisht për vepra penale për të cilat ajo dyshohet dhe prokuroria është e bindur që ka mbledhur prova të mjaftueshme për të njoftuar akuzën dhe për ta marrë si të pandehur, në maksimum rrezikon 35 vite burgim. Më pas është gjykata e shkallës parë dhe gjykata e apelit që vendimi të marrë formë të prerë, ajo që do ta gjykojë për secilin prej veprave penale dhe më pas do ta deklarojë. Ti si jurist, si të duket masa që ka kërkuar? Sepse ka shumë masa të tjera paraprake. Kjo është më ekstremja, më maksimalja kjo e arrestit me burg. Të duket e duhura apo... Më lejoni që një pyetje tuaj që përgjigjemi një pyetje. Është e vërtetë që numri i të paraburgosurve në Shqipëri është më i madh se numri i të dënuarve, po këtë frym nuk e ka sjell, le ta themi, magjistratët. Kjo frym u soll nga qeveria aktuale. Mungesa e një qeverisje adekuate në vitin 2013 u pasua me një frymë represive dhe kujtojmë që një pjesë dërmuese e personave të cilët vjesnin energji elektrike, e cila ishte një vepër penale që dënohej me gjobë ose me burgim deri në 3 vite, ndiqej me masën e sigurimit arrest në burg. Ne mbajmë mend se si një person i paraburgosur vrau veten në ambientet e JVP Rogozhin dhe mbajmë me masë sigurimi arrest në burg për vjedhjen e energjisë elektrike. Pra sigurisht që mjeti i represionit që për çdo gjë u fut dhe u vendos arresti me burg, patjetër që për zonjën Balluku masa më e përshtatshme do të ishte arresti me burg. Besoj që gjithë qytetarët janë të barabartë përpara ligjit, sipas nejnë 17 dhe 18 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe zoti Veliaj sot dhe një vit e ca muaj. Pra ti je duke thënë që ministrat nuk janë më të barabartë para ligjit se sa qytetarët e tjerë. Të lutem qëndro në linjë dhe... Pastaj do shkomin te ferma e kafshëve George Welli, që thoshte gjithë janë të barabartë, por disa janë më të barabartë se të barabartë. Të lutem qëndro në linjë dhe sa herë ta gjykosh mund të ndërhysh, zoti Hoxha. Patjetër. Zoti Qori, ndoqe sot lajmet, mendim ke, ç'opinion ke për atë që transmetuan gjithë mediat sot nga kryesia e kuvendit? Po nis me një pyetje retorike. Çfarë duhet bëjmë shumë një ministër që të shkarkohet dhe të hiqet imuniteti? Mos harrojmë tani që po flasim, Belinda Balluku vazhdon të jetë ministre e infrastrukturës edhe atyre gjërave të tjera, sepse është e pezulluar nga detyra, nuk është e shkarkuar nga detyra. Edi Rama nuk ka bërë as ABC-n e përgjegjësisë politike që në kushtet e një ministre të akuzuar për korrupsion dhe të pezulluar nga detyra të bëj hapin më normal të mundshëm që shkarkimi i saj. Zonja Balluku sot, na thot prokuroria, akuzohet për krime të cilat në rast se vërtetohen, do shkojë dënimi deri 35 vite burg. Kam përshtypjen që më shumë se 35 mbetet vetëm dënimi përjetshëm, me burgim përjetshëm. Pra, niveli i krimeve për të cilat jo vetëm dyshohet, po akuzohet zonja Balluku, është aq i rënd, saqë këtu nevojiten të merren masa si ajo që propozon prokuroria. Prokuroria na thot se zonja Balluku dhe njerëz pranë saj, edhe të fortë, edhe zyrtar, pra edhe bandit me kollare, edhe bandit pa kollare, kanë shkuar dhe kanë kërcënuar dëshmitarët. Dhe prandaj përsëri shtroj pyetjen, çfarë duhet bëjmë shumë një ministër për t'ju hequr imuniteti? A duhet presim që zonja Balluku të mbush një thes me para edhe të çaj kufirin natën me mushk? A duhet presim që zonja Balluku të marrë një ditë armën e të fillojë të vras dëshmitarët apo kundërshtarët e vet politik? Sigurisht këto janë pyetje retorike. Unë enkas po e çoj situatën deri në absurd, ose ta kuptoj absurd se këtu çfarë nuk ndodh. Fundi kur arratis Arben Ahmetaj, se mo tentoj të arratiset edhe Belinda Balluku, pikërisht për të vënë dukje se si kjo qeveri ka papërgjegjshmërinë dhe me gjitha kreu kësaj qeverie ka papërgjegjshmërinë që sot që flasim të vazhdoj ta mbroj Belinda Balluku. Sot vendimi i Partisë Socialiste, ndonse nuk thuhet haptazi, është që ne do e mbrojmë Belinda Balluku. Ne nuk e dorëzojmë imunitetin e Belinda Balluku. Që thot, derisa të përfundojë gjyqi, Belinda Balluku do ketë mundësisht dhe nga zyra, sepse këta do ndryshojnë dhe kodin e procedurës penale. Kja pa mundësojnë GKK-s që të pezullojnë nga detyra një ministre, këta kanë për borxh të vazhdojnë me Belinda Ballukun, jo vetëm liri, jo vetëm deputete, po edhe ministre, edhe zëvendës kryeministre. Prandaj pyetja shtrohet, por po pse Edi Rama bën atë që asnjë politikan, qoftë minimalisht normal, në një vend minimalisht demokratik nuk do ta bënte?
pse identifikohet Ti ke një përgjigje? me Ballukun? Unë kam dy përgjigje. Po? Besoj që janë të dyja të vlefshme. E para është që Belinda Balluku për shkak pozicioni që ka, si zëvendës kryeministre, dhe si ndërmjetëse midis Ramës dhe oligarkëve, Ramës dhe njerëzve të urit e titarit, por edhe si drejtuese politike e qarkut fier, mos harroni, Edi Rama emëroi për zgjedhje parakohshme Tiranës drejtuese politike të Tiranës, Belinda Ballukun. Belinda Ballukun, ndryshe nga shumë të tjerë që kanë përfunduar para burgim, di gjëra për Edi Ramën. Dhe di gjëra, po besoj ka edhe vullnetin që në rast se do t'i rrezikohet vërtet lëkura, ta dekonspiroj Ramën. Është njëra nga hipotezat. Gjërat tjera dinte edhe Sajmir Tahiri, bile ndoshta mund dinte edhe më shumë se që ministri i brendshëm. Çështja është sa të provueshme janë ato. Ahmetaj dhe dyta është mos harroni diçka. Ndryshimet sasiore thuaj dikur, çojnë ndryshimet cilësore. Kur ti sheh që ata që janë burgos para teje, po vazhdojnë të qëndrojnë burg, do të thotë që kreu i pushtetit nuk po e mban këtë premtimin e vet në ndësh, dhe këtu do dalte arsye e dytë pse Rama nuk po e dorëzon Ballukun. Rama nuk është më thjesht kryetari i një qeverie. Unë mendoj që nuk është as kryetari i Partisë Socialiste më, nuk ekziston Partia Socialiste si institucion. Rama është drejtuesi një organizate informale, që ka pjesë të PS-s brenda, pjesë të qeverisë, pjesë të nëntokës kriminale, pjesë të oligarkisë, dhe në këtë strukturë informale, për të mos thënë kriminale apo mafioze, kreu i kësaj strukture, i ngjashëm me kreun e organizatave mafioze apo me një feudal dikushëm, ka nevojë të tregoj vartësve dhe partnerëve të vet që unë mund t'ju mbroj, që unë nuk ju lëshoj. Më kupton? Pra, Belinda Balluku sot është garancia që ministrat tjerë, drejtorë tjerë, oligark, antarë të organizatave kriminale, nuk do të preken. Qofse preket Balluku, mesazhi që Rama ju jep gjithë tyre që i mundsojnë të jetë pushtet dhe të bëj plaç deri më sot është që unë ose nuk dua t'ju mbroj, ose ç'është më e keqja unë nuk mund t'ju mbroj. Se pamundësia e Ramës për t'i mbrojtur ata, pra nëse Rama e lëshon Ballukun, cili është mesazhi që u jep atyre që mbajnë pushtet? Që unë s'ju mbroj dot vëllezër. Unë nuk ju mbroj dot. Do vit ju marr spaku. Dhe nuk ka gjë më shkatruese për një strukturë të krimbur, të korruptuar, mundësisht dhe kriminale, se sa kur kreu një organizate të tillë reflekton dobësi. E kupton? Prandaj ky kryeministër në këtë rast do të luftojë mendoj unë për Ballukun deri në fund. Sepse fati i tij, edhe personal, edhe politik, është i varur sot nga Balluku. E keni vënë që Rama nuk përdor më narrativën e dikushme të pafajësisë vetjake dhe të përgjegjësisë personale. Rama para pak viteve, pas kurrizitim, ç'a ndodhi me mollë dhe dardha? Pse mollët e zonjës Balluku që kanë ndryshe nga mollët e Ilir Beqaj? Pse? Çfarë ka ndryshuar këto kohë? Ka ndryshuar fakti që po bëhen shumë këta si Balluku, Beqaj, Veliaj, që përfundojnë pas hekurave, dhe ky është një mesazh friksues për gjithë ata, për gjithë infrastrukturën e korruptuar të pushtetit, dhe njëkohësisht pozita që ka ende sot Belinda Balluku si numri 2 i qeverisë është pozita më e lartë e një zyrtari të akuzuar për korrupsion në Shqipëri. Rasti Arben Ahmeti është rasti i një ish zëvendës kryeministri. Ndërkohë që Belinda Balluku sot që flasim është ende juridikisht zëvendës kryeministre dhe ministre e infrastrukturës, e cila ka vetëm pamundësinë të paraqitet në zyrë. Pra ma mund të bëj gjithçka tjetër dhe mundet ta ende ta përdor aparatin e saj burokratik brenda ministrisë ose aparatin politik në Partinë Socialiste për të shpërtuar lëkurën e vet, për të kërcënuar dëshmitarët dhe sigurisht për t'i vënë minat drejtësisë. Okej. Avokat, në këndvështrimin tënd juridik 35 vjeçi. Urdhra? 35 vjeçi. Të duket kërkese e arsyetuar do në kjo që kërkojnë arrest me burg? Shiko, nuk mund të marrë autorsinë se çka ka kërkuar SPAK-u në këtë pjesë. Di vetëm që marrëdhënia se si ka ardhur struktura e posaçme për të kërkuar këtë masë shtrënguese është një masë e cila sa më e madh duhet të jetë pozicioni i një personi, pesha në atë forcë politike apo në ekzekutiv, aq më e madhe duhet të jetë dhe pesha e provës aktuale për këtë situatë. Dhe pjesa tjetër të cilën ti e preke për pjesën e 35 vitit, a nuk është fare 35 vjet, fare, kjo është një shifër hipotetike që e ka thënë që po ti mbledhësh këto të tëra, vend 35,
sepse këtu kemi të bëjmë me një sistem multiple, me fjalë disa herë të përsëritur, si pas strukturës posaçme përsa i përket pjesës së tendrave, shkelet të barazisë. Pra që ta divulgoj dhe ta kuptoj unë edhe ata që kanë njohuri minimale juridike. Pra, si kur vjedh një bank. Jo, një sekundë, mos kalojmë nga trojë kjo historia. Si kur vjedh 5, nuk është donë, supozojmë, për vjedhje banke dënohesh 3 vjetë. Dhe kur vjedh 5, nuk është e thënë donë 5/3 bëjnë 15. Kur vjedh 5 banka. Të lutem, ka një logjik të thjeshtë. Këtu nuk flitet për 35 vjetë. Flitet për disa dyshime, se nuk janë ato akoma, nuk është akuza jo, nuk jemi akoma në fazën e akuzës. Aty. Edhe pse në një prej rasteve ajo është marrë si e pandehur, por e rastet e tjera të cilët kanë dalë më prapa, nuk janë akoma në fazën që mund të themi janë të fiksuara akuza, sepse për çdo rast që kemi të shkelit të barazisë në tendrave, duhet të kesh një provë të fortë, specifike për secilin rast. E ku e diti që si kanë? Po s'kemi dëgjuar. Po ku do dalë konferencë shtypja ai do t'rregojë timin. Po patjetër, mo. Edhe aty e pyetën deputetët, thash sekretet timor kaq. Edhe një lëre sekretin e timor se nuk ka lidhje, këtu jemi në këshillin e mandateve. Po është në hetim e sipër, e çfarë? Këshilli i mandateve ka 35. Gjykata është këshilli i mandateve. Si? Se gjykata është këshilli i mandateve. Po është ai institucioni që jep të drejtën, jep okejin që. Po pra dhe ai ju dha aq sa politikisht ata të shikojnë rrezikshmërinë, e shpjegoi Arlindi shumë mirë. Çfarë duhet bëjmë shumë? Edhe një, unë po të sqaroj juridikisht këtë histori. Po merrem fare unë. Po juridikisht kur të shkojnë gjykat, më edhe një. Juridikisht është kështu, kështu bazohet. Për çdo rast të shkelit të barazisë në tendrave, duhet një provë specifike e bazuar konkretisht për cilin rast. Dhe marrëdhënia e 35 vjeçarit, një person nuk mund të dënohet 10 herë për të njëjtën vepër penale. Pra, shumatorja e mbledhur, kemi një nivel tjetër të arsyetimit të cilën e bën edhe vetë organi i akuzës, po e bën edhe vetë. Sa di unë ai bravo. Pra, shkove tek ajo që thash. Ai bravo studenti mirë ka qenë drejtësi. Po, zoti Hoxha? Regje. Po. Pra, je në linjë, po mund të flasësh. Pak debat, po, për pak debat me kolegun. Ideja është e tillë. Tani më nuk kemi para shkeljes barazisë në tendera. Pas zbërthimit të celularit të zotit Berberi, bëhet fjalë për vepra të tjera penale, të cilat kanë të bëjnë me korrupsionin pasiv, me pastrimin e produkteve veprës penale dhe vepra që lidhen me të. Pra nuk bëhet fjalë më për shkelje të barazisë në tendra. Shkelja e barazisë në tendra ka qenë në krye të herës kur është caktuar dhe masa ndaluese, ajo e pezullimit nga. Kjo është sot Ardit. Po kjo është. Kjo është sot. Jo pra, dhe e gjithë dhe korrupsioni pasiv nuk parashikon si element të cilësuar të figurës veprës penale, kryerjen e veprës penale 2 apo më shumë herë apo në bashkëpunim. Pra korrupsioni pasiv do të dënohet aq herë sa e ka kryer veprën penale. Më pas, nëse do të ndodhë që do të bashkohen sipas nenit 55 me bashkim matematikor ose dënimi më i lartë do të thjesë dënimin më të ulët, kjo është çështje tjetër pastaj. Por sigurisht korrupsioni pasiv nuk jo po flasim për dy gjëra të ndryshme. Korrupsioni pasiv nuk cilësohet te figura e veprës penale e kryer 2 apo më shumë herë, ndryshe nga veprat të tjera penale, të cilat parashikohen kryerja e veprës penale 2 apo më shumë herë. Pra unë jam dakord, nëse do të kishte falsifikim dokumenti, si ta falsifikosh një dokument 5 herë, si të falsifikosh 55 dokumenta, dënohesh me gjobë ose me burg nga 6 muaj deri në 4 vjet, se është figura e veprës penale, e cilësuar më shumë se një herë. Ndërkohë që korrupsioni pasiv nuk e ka element të cilësuar më shumë se një herë. Pra, sigurisht që do të dënohet për aq herë sa e ka kryer, nëse do të deklarohet fajtore, dhe në pas bashkimi i dënimeve i takon gjykatës. Por zoti Brau, besoj që unë s'dua të bëj avokatin e drejtuesit prokurorisë, por patjetër bëhet fjalë për një dënim maksimal për 35 vitesh, se kaq e lejon dhe kodi penal, edhe në bashkimin e dënimeve. Nëse do të dënohet edhe 10 herë nga 7 vjet, prap në tërësi do dënohet 35 vjet, nuk do dënohet 7. Pra, për t'i thënë gjërat ashtu si janë. Po. Shiko, sepse unë ndava situatën. I vetmi moment kur Këshilli i Imuniteteve ndërhyn,
jep apo jo lejen për të hequr imunitetin, është kur shikon që ka një prapavi politike, por nga jo që kanë raportuar kolegët është domthonjë që janë pyetur si avokati, edhe socialistët, dhe domthonjë është përgjigjja ka thënë që jo, nuk shohim një prapavi politike në akuzën e Spakut. Se dyshojnë që është akuzë politike? Ke Taulant Ballën dhe Ulsi Manjën. Pse dyshojnë? Jo, një sekundë, Ardi, një sekundë. Një sekundë. Pse dyshojnë ato? Pse dyshojnë? Që kjo na duket e motivuar politikisht. Ata e kanë shprehur disa herë këtë gjë. Si Balla, ashtu dhe Ulsi Manjë. Me fjalë, troç se kanë thënë, por është pjesë e marrëdhënies së tyre, por ajo për të cilën unë po them dhe një herë, është që nëse shkelja e barazisë në tendrave mendohet se edhe të çonte korrupsioni aktiv pasiv, gjë që kjo duhet barazuar dhe duhet provuar, neve jemi akoma te pjesa e akuzës të asaj të cilën ata kanë ngritur në fillim, shkelja e barazisë në tendrave. Pastaj, se çfarë kanë nxjerrë rrugës, struktura e posaçme dhe jemi sot në përballje me Këshillin e Mandateve, ata duhet ta faktojnë vetë, edhe pse ka qenë me dyert të mbyllura, duhet ta faktojnë vetë, t'japin provat që ajo provë është kaq e fortë, ka peshë kaq të madhe sa vetë rëndësia që ka sot zonja Balluku në ekzekutiv apo në vendimarrjet e saj politike. Arbër, ishin provat, ishin me peshë, kishin gravitet apo ishin thjesht amëndësi me gosip? Ideja është e tillë, që ka 3 çështje të cilat Gjykata Evropiane e Drejtave të Njerëzit është shprehur. Në rastin e Rumanisë, në rastin e Greqisë, pra kanë qenë 3 deputetë të cilët e kanë çuar pranë Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njerëzit. Rastin si zonja Balluku. Dhe Gjykata Evropiane e Drejtave të Njerëzit ka thënë që Këshilli i Mandateve dhe Parlamenti nuk janë filtër i gjyqësorit për të shikuar gravitetin e provave dhe gjithë të tjera. Këshilli i Mandateve dhe Parlamenti kanë vetëm një aty nuk flitet për një zënës ministra Arbër tani. Ajo që quhet, po që flitet për një deputet, nuk ka lidhje me ministrin. Pa flitet për një deputet. Tani flitet për peshë specifike që ka një person ekzekutiv dhe në po nuk ka fare lidhje se çfarë peshë specifike ka. Sigurisht që flitet për një individ i cili është deputet. Po s'mund të krahasohet një deputet i radhës së Partisë Socialiste me peshën që ka në spektrin politik edhe në ekzekutiv të Balluku. Ligjërisht patjetër që po. Ligjërisht patjetër që po. Kemi një marrëdhënie të Këshilli i Mandateve, ata përfundojnë. Pra, Gjykata Evropiane e Drejtave të Njerëzit thotë që Këshilli i Mandateve dhe Parlamenti ka vetëm një funksion, që është fumus persecutionis. Pra, ata rrezik që ky deputet i kuvendit të persekutohet politikisht nga një prokurori aq më tepër e posaçme. Në rastin konkret, unë besoj dhe të gjithë jemi dakord që nuk ka një rrezik. Pra, unë nuk besoj që zoti Brau, apo zoti Prenqi, apo zonja prokuroria tjetër që s'po vjen ndërmend të mbiemri tani, Beko, nuk janë pjesëtarë të Partisë Demokratike dhe po e persekutojnë zonjën Balluku për shkak të bindjeve të saj politike. Mandej, pesha e provave dhe rëndësia e tyre për faktin penal dhe për përgjegjësinë të zonjës Balluku, sigurisht nuk do të gjykohen as nga Këshilli i Mandateve dhe as nga Kuvendi në seancë plenare, ato do të gjykojnë nga gjykata e posaçme, nga gjykata e apelit posaçme dhe nga gjykata e lartë në 3 shkallët e gjyqësorit. Pra vetëm ky është filtri që bën Këshilli i Mandateve. Madje duhet shkuar më larg, në Gjermani dhe në Francë, imuniteti parlamentar pothuajse është inekzistent. Pra ky Këshilli i Mandateve është vetëm një hallkë procedurale që sa herë që kemi të bëjmë me një kërkesë nga ana e prokurorisë të posaçme apo jo, që rëndësi ka, sigurisht që jepet pas një as më të vogël dyshim. Mos e krahaso kampionin shqiptar Arbër. Mos e krahaso. Ky është standardi që ka mbajtur dhe Kuvendi i Shqipërisë në gjitha rastet që kanë qenë përpara dhe zoti Qori, të cilin e përshëndes, e përmendi shumë mirë dhe unë besoj që ka edhe disa arsye të tjera të cilat prandaj dhe zoti Rama nuk e lëshon dhe një nga ato mund të jetë dhe frika që ai ka, nëse të gjithë tani këta kanë qenë burra, pra që si zoti Tahiri, si zoti Beqa, si zoti Koka dhe gjithë të tjerët,
Kjo është zonja e parë e cila vihet përpara përgjegjësisë penale dhe ndonjëherë gratë ndryshojnë më shpejt se sa. Kaloj politikisht arbëri tani këtu po. Okej. Poli, edhe një qytetari këtij ta përfundojnë të debatin po. Edhe më një herë. Preku pjesën e barazisë të logjikës penale që ka Gjermania për pjesën e imunitetit. Ti shikon persekucion apo jo? Mua nuk më pëlqen mënyra se si e kërkon Spaku tani këtë histori, nuk më pëlqen. Dhe unë... A është procedurale apo jo? Tani, mua edhe njerë, jo prova, jo kjo, duhet këtë provën reale për peshën specifike që ka zonja Balluku. Tu s'flitet për Zeqinen, apo për një deputet tjetër, ndjes që ndosha e zura atë emër, se kam për ofendim, por që për peshën specifike që ka zonja Balluku, marrëdhënia e saj me ekzekutivin, pesha e saj politike, në marrëdhënie me mazhorancën, janë ato të cilët vendosin, ato prova të cilët do t'jenë aq të forta, që të ndikojnë. Për të gjithë. Dhe mos, shikom, pak e din, u ta them vetëm kaq. Të paktën për të flas pak që ke dy eksperta të cilët e njohin shumë mirë procedurën penale. Si zoti Balla, që është një nga ekselentët më të mirë të shkollës në Rumani, ashtu e ke dhe zotin Manja. Dhe marrëdhënia për të cilën ata po bëjnë analizën e saj në këtë pjesë masive të paraqitjes së një volumi... Aulandi doli dhe penalist tani? Si? Doli dhe penalist Aulandi? Balla? Po. Balla është një nga ekselentët e jurisprudencës për kohën e vetë në Bukuresht. E ke të afishuar... Student, po tjetër. E ke të afishuar në universitetin për Kac që ka qenë ai. Ai dhe Net Nakuçi. Shko, Baba Rama, tani është një çmenduri e vërtet, unë e kam mik të vjetër Mondin, do më thënë, po Mondi fletë si avokat, si ku di unë me procedura, është një çmenduri e vërtet të mbrohet Balluku dhe fenomeni Balluku. Do më thënë, nuk ka njeri dhe vetë, po të shikoje, nga to burimet e mia atje brenda asaj dhe vetë këta nuk dini çfarë të thoshin, peshqja socialiste, e merrnin fjalën, e linin fjalën, se s'dini çfarë të thoshin, asnjëri nuk thot është e pafajshme, të paktën politikisht kjo i takon. As vetë Edi Rama nuk thot që është e pafajshme. As vetë